Pasuria ma e madhe që ja ka falë Zoti këtij vendi, pra Shqymyri, pos që mund të shndrohet në energji elektrike direkte përmes termocentraleve, mundet mu shndru edhe në gaz përmes gazifikimit. Në Kosovë përpara aty me Obelisk ka ekzistuar fabrika e gazifikimit, mirë po është mbyllur për shkak të ndotjes së madhe. Por me metodat e reja, ajo mund të rinjallet, jo e fabrikë, mund të ndërtojmë një fabrikë tjetër dhe ta bëjmë gasifikimin e Kosovës, ta ngrohim krejt Kosovën me gaz, që e prodhojmë vetë, që na ka falë Zoti përmes pasurive natyrore. Dhe, a di çka ndodh? Nëse krejt çaj linjit që ekziston, shndërrohet në gaz, përfitojmë vlerë ka 60 euro për megawatt, që i bie 720 miliard dollar. Pra, na flejmë mbi ari, është ari i zi, megjithatë është ari, nuk është ari i rëndësishëm ai Trepçës. Është ari që e kemë në Obelisk, domethënë kjo fusha e Kosovës, që nis nga Ferizaj deri në ushtri, pastaj është bazeni i Drenicës, është bazeni i Dukagjinit. Pra, na flejmë mbi Shqymyr, pra flejmë mbi arin e zi. Edhe çaja pasuni, nëse shndrohet në gaz, shkon 720 miliard euro vlera totale. Nuk kemi nevojë me ble as prej Maqedonisë ani në Greqi, as prej Azerbajxhanit, as prej kërkuj hiç, po mundna me pas gazin ton, e mos më mundë ndihmit, po mund zë me gaz.